Të jesh nën nuk është e lehtë, por mendo se sa herë më e vështirë është të jesh një nën që ke një fëmijë me nevoja të posaçme. Për çfarë ka nevojë më shumë këto nëna? Na ndiqni në programin e sotëm Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të dashura, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty, një program i ideuar posaçërisht për ju, për t'ju ndihmuar me nevojat e përditshme apo me informacione për problemet e jetës së përditshme dhe gjithashtu për t'ju inkurajuar nga fjala e Perëndis. Në programet tona ne përpiqemi të trajtojmë tema që janë shumë aktuale dhe që vërtet ju vinë në ndihmë. Kështu është edhe tema e sotme. Unë jam Marta dhe në studio kam një mikesh shumë të veçantë, Valmira Doçi. Përshëndetje Vali dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Arta, faleminderit për ftesën. Vali ka qenë pjesë e organizatës Mamko, që është komuniteti i nënave, dhe ka qenë drejtuese e grupit të nënave me fëmijë me nevoja të posaçme. Sot është shumë kënaqësi për mua Vali që ti do të ndash eksperiencën tënde dhe do të theksojmë disa gjëra që vërtet janë shumë të rëndësishme kur vjen puna tek gjërat që ne duhet të bëjmë si komunitet për t'i mbështetur këto nëna, sidomos emocionalisht. Megjithatë, si gjithmonë, pyetjet i bëjmë duke marrë që nga fillimi, si filloi puna me grupin Mamko të nënave me fëmijë me nevoja të posaçme dhe çfarë të shtyu ty personalisht të merrje drejtimin e këtij grupi, pra si ishte në fillim. Arta, sa herë ndaj historinë e Mamko Special Need për mua është një kujtim shumë i bukur, sepse është shumë e veçantë se si Zoti i përdor gjërat dhe i sjell gjërat së bashku për të arritur atë që ai çfarë do. Në fakt un kam 13 vite në Mamko dhe asnjëherë nuk e kisha menduar që do isha hyrësja apo arsyeja për të filluar një Mamko Special Need bashkë me Verën. Me mikeshën time ne njiheshim, ishim në një lagje, po kishim shumë pak një përshëndetje, një mirëmëngjesi. Me të na bashkoi një bisedë për qëndismat, për punën e dorës. Edhe kur dhe po flisnim, më fal që të ndërpres Vali, po në fakt është shumë kënaqësi për ne sepse në programin e ardhshëm do të kemi pikërisht mikeshën tënde Vera. Po, në program edhe ajo do të ndajë historinë e saj me dëgjueset që do të jetë pa aq inkurajuese. Edhe ka një histori shumë të veçantë edhe se si Zoti ndryshon edhe sjell në jetën e mamave dhe fëmijëve me nevojë të veçanta dritë. Kështu që kur u takua me Verën, unë sapo isha kthyer nga një udhëtim misionar në Afrikë, edhe më pyet për një palë vëth. Vera është e çmendur pas vëthëve, se po tregojmë dhe gjëra specifike. Edhe i tregoj për eksperiencën time aty, për Mamko që unë isha në Uganda për ta suportuar për 2-3 javë. Dhe pyetja e saj ishte direkte, pasi unë i tregova për eksperiencën në Uganda, a mund të kemi një grup me nëna që kanë fëmijë me nevoja të posaçme? Përgjigja ime në të paktat raste ka qenë lutemi dhe do shohim çfarë Zoti ka në plan. Dhe për mua t'ia thoja një person jo besimtar ishte brenda meje ishte një abi, por ishte edhe një kërkesë para Zotit, pse doli kjo. Kemi filluar grupin e parë, takimi ka qenë në tetor, grupin e parë kemi filluar në dhjetor dhe kemi pas 2018. Ishte si kur po bisedoni me Verën i thash ne mund të bëjmë një takim të veçantë për Krishtlindja. Ishte një takim i veçantë dhe shohim çfarë Zoti do. Nëse shohim që Zoti nuk e ka si plan, e lëm aty, ishte një takim i veçantë dhe mbaroi. Por Zoti kishte plan që ne jemi në vitin e 7 dhe po fillojmë të 8-in avash me këto nëna. Është shumë kënaqësi besoj që të punosh me këto dhe aq më tepër kur e di që Zoti po të përdor pikërisht në këtë drejtim. Është shumë e veçantë, Dhe cili ishte synimi i grupit, pra pasi filluat, si e morët vendimin për ta filluar këtë grup dhe cili ishte synimi i grupit të nënave me fëmijë me nevoja të posaçme? Arta, para se të them këtë, unë do të tregoj pak nga historia e familjes time. Unë kam një tezë me nevoja të veçanta në shtëpinë time, që jemi rritur edhe stërnipër e stërmbesa tani që janë diku te 20-30, sa as nuk i kemi numëruar rritet e familja, e duam po me të njëjtin dashuri dhe pa kushte si neve. Edhe kur unë e kam nisur këtë gjë ka qenë si Zot pse?
Por mendoj që Zoti ka përgatitur zemrën time që në moment që unë kam qenë fëmijë, duke pasur një person të tillë, duke parë familjen time se si e kanë mbështetur, se si e kanë suportuar, se si akoma është një nga personat që ne e vëm para shumë gjërave edhe të familjeve tonë, edhe si nipër, si mbesa, si motra, si vëllezër të saj. Edhe sot kur e shoh këtë gjë, shoh që në fakt plani i Zotit ishte nga një gjë e vogël. Mamko me nëna me fëmijë të nevoja të posaçme ka qenë grupi i parë fare në Mamko, në të gjithë botën. Pra filloi në Shqipëri, Filloi në me Shqipëri këtë grup. dhe nuk ka pasur në të gjithë botën. Mamko nuk kishte një kurrikulum. Mamko nuk kishte asnjë informacion. Kur unë kam vajtur në një konferencë pastaj në Mamko në Amerikë, kam parë një zjarr dhe një dëshirë. Kam parë mama që kishin fëmijë me nevoja të veçanta, edhe amerikane, që nuk e gjenin vete të grupit që ku ishte. Dhe kur unë kam darë që ne kemi ngrit një grup të tillë për 2 vite, nga 2019 deri në 2021, unë kam trajnuar nëna të tjera, nga hiçi. Nuk di asgjë për vete. Trajnuar nëna të tjera se si mund të kenë grupe. Në Afrikë, në Azi, në Australi, domethënë në kontinente ndryshme. Mamko është në të gjithë botën. Dhe sot jam në atë fazën që them, plani i Zotit është i mrekullueshëm. Fillon vetëm nga një person, vetëm nga një pyetje. A mund të kemi një grup të tillë për këtë nevojë? Dhe vazhdon tek ajo që Zoti e hap atë. Kështu që kjo është ideja e gjithës, që ti fillon me diçka që nuk e mendon, por bëhet diçka, një plan i madh i Zotit. Dhe duke u ndalur tek nevojat e këtyre nënave, pra që kanë fëmijë me nevoja të posaçme, çfarë vini të re në fillim kur keni filluar për sa u përket pikërisht këtyre nevojave? Pra cilat ishin nevojat e tyre më të mëdha? Nevojat e tyre janë pafund çdo ditë, por nevoja më e madhe ishte nevoja të qenit i pranuar. Të qenit i pranuar bashkë me fëmijën e tyre. Në përgjithësi, atë që kam vënë unë është shumë e vështirë, ose mamat që kemi pas ndër vite në grupe, sepse ka pas dhe lëvizje. Nuk është se kanë qenë që nga fillimi dhe kanë ndojtur deri tani, ka pas lëvizje për shkak të moshës së fëmijëve, për shkak të situatave me fëmijëve. Kemi pas nëna ndër vite të ndryshme, por është pranimi. Janë të papranuara në familje për shkak të situatës së fëmijëve, janë të papranuara në shoqëri, janë të gjykuara thjesht me shikim. Domethënë, janë disa gjëra dhe kur kam parë që është një grup që i do ashtu siç janë, që e përkëdhel fëmijën e tyre, që e do fëmijën e tyre ashtu siç është, edhe në moment që fëmia e tyre mund të ketë një shpërthim, një emocion, dhe prap personi që është aty në drejtim, jo vetëm unë, si grup drejtues që kemi qenë ndër vite, ka qenë aty. I ka thënë, unë jam këtu, jo vetëm me fjalë, me vepra. Ka qenë ndryshim i madh. Mendoj që atë që ne vuajmë si shoqëri, qoftë si shoqëri e krishterë, qoftë si shoqëri e madhe që jemi, mendoj në gjithë botën, është vështirësia e të pranuarit gjë ndryshe. Aq më tepër të pranuarit te fëmia në çdo gjë, po të qenit pasur një fëmijë ndryshe është shumë e madhe. Duket sikur kjo i vë njerëzit në një lloj parehatie. Shumë parehati. Shumë parehati. Në fillim unë mbaj mend, edhe pse kisha këtë eksperiencën me tezën time, kur dilja shpesh, kur fëmijët bënin ndonjë reagim, isha çapo mendon personi që po kanë lënë në rrugë. Edhe personi që po më shef mua që jam me këtë çapo mendon. Tani jam të mendoj çfarë të doj. Unë po shijoj kafen me mamën, fëmia normalisht ka emocione të veta, ka shpërthime të veta, rin dhe në mënyrë të mrekullueshme, nuk është se gjithmonë ka një diçka që i shqetëson. Por në botën e tyre të mrekullueshme, të fëmijëve kur hyn, ti kupton që nuk janë ndryshe. Thjesht nuk kanë mënyrën e të shprehurit. Dhe në moment që ti arrin të kuptosh që është thjesht një mungesë e të shprehurit, në atë moment ti i pranon. Thash, edhe unë vetë në fillimet e mia e kam pas vështirë, edhe pse kam pas dikën në familjen time. Sepse kjo është shoqëria, kjo është mënyra se si ne rritemi. Që një gjëja ndryshe duhet të jetë larg meje. Unë nuk duhet të gjykohem. Unë mbaj mend para ca vitesh goca ime, një nga shokët e vet kishte parë një intervistën time dhe i thot: "Ua, unë nuk e dija që ti ke vllajën me nevoja të veçanta." Edhe se djali është më vogël, edhe goca i thot: "Jo, unë nuk kam në familje një fëmijë, po flisnim për autizmin. Nuk kam në familje një fëmijë me autizëm, as vllai im nuk ka autizëm, por mami punon për këtë organizatën." E ka thënë me shumë krenari. Më ka habitur. Domethënë, është ajo që në moment që ti e pranon, ke ndryshim rreth e rrotull, jo vetëm te vetja.
te njerëzit rreth vetes, pranim. Dhe unë e shoh edhe mënyrën kur flas me mamat, njerëzit se si më shohin, jo vetëm mua, por edhe drejtuesit e tjerë që na shohin me një wow në brenda vetes, se njerëzit kuptohen tani, nuk është më si më parë që ti thjesht, njerëzit kuptohen tani, sesa edhe me mimik që shprehin. Kështu që kjo është e gjitha ata, është mospranimi, është shumë i madh në shoqëri. Dhe në fakt mendoj që kjo duhet filloj me ndërgjegjësimin e fëmijëve në radhë të parë, se cila nga ne si nëna duhet punoj me fëmijët e saj në shtëpi. Besoj që ti e ke vënë re këtë në punën tënde. Duhet të filloj nga vetja. Absolutisht. Nëse unë si prind nuk jam e ndërgjegjësuar, nuk ka për të qenë fëmijë me ndërgjegjësuar, sado unë të flas. Sepse fëmijët thjesht me reagimin tim reagojnë me dikë tjetër. Unë mendoj që duhet filluar nga vetja. Shumë prindër thonë që unë e kam mësuar kështu fëmin, qoftë edhe në lidhje me autizmin, qoftë edhe në lidhje me situata të tjera, nuk flas vetëm për këtë. Po në fund të ditës kur unë mund ta mësoj fëmijën, por vetë bëj tjetër gjë, fëmia i mëson nga veprat e mia. Dhe ne në fakt gjithmonë e theksojmë që jeni shembull përmes sjelljes tuaj, jo vetëm me fjalë. E vërtet. Si vazhdon ky grup sot, Vali, dhe sa të mbështetur e ndjejnë veten nënat emocionalisht, por edhe shpirtërisht, frymërisht? Aktualisht kemi diku te 20 mama që ne suportojmë emocionalisht, her pas here me ndihmën e organizatave të ndryshme ose edhe në ndihmën e mikeshave, miqve tanë që i kemi në drejtime të ndryshme, i suportojmë edhe me projekte për fëmijët apo me pako ushqimore sipas nevojave që nënat kanë, por nënat e ndjejnë veten të mbështetura nga ne që na shohin. Por ato që po shikoj kohët e fundit është që për shkak se janë mësuar me ne jemi bërë njësh me to, duan dhe figurat e reja. Dhe është shumë vështirë të kesh figurat e reja. Figurat e reja në mbështetje për to. Është ti pranosh, ti kuptosh, ti jesh aty, qoftë edhe me një telefonat, qoftë edhe me një mesazh. Shpeshherë unë e kam thonë kur më pyesnin, e kam punë të dytë, edhe pse ka qenë vullnetare, sepse kam marrë kohën e vet, ka dashur për kushtimin e vet, vinte një mesazh edhe në 10 të darkës dhe unë e merja, i thosha, "Okej, më trego si mund të ndihmoj, si mund të lutem, jo vetëm." Por në momentin që jemi, mendoj që ka nevojë më shumë se 2-3 figura apo 4 figura që ne jemi aty. Ka nevojë për një komunitet më të madh, që nënat vërtet të kuptojnë që nuk është vetëm Vali, nuk është vetëm Vera, nuk është vetëm Nevila, por janë edhe 10 persona të tjerë aty. Figura jonë është bërë baraz me to tashmë. Nuk kemi ndryshim, jemi njësh tani, nuk shohim ndryshime mes njëra tjetrës. Dhe mendoj se e rëndësishme mund të jetë për një nën që ti përgjigjet dikush në telefon pikërisht në atë moment që ajo ka vërtet nevojë të flasë me dikë. Është shumë. Unë e kam kuptuar pas pandemisë, si shumë familje pati shumë rënje emocionale, problematika financiare dhe shumë, dhe mendo familjet me nëna, me fëmijë, me nevojat posaçme që ose nuk punojnë të dy bashortët, ose punon vetëm bashorti, ose terapit janë aq të shtrenjta sa financat e tyre janë shumë të vogla për t'i suportuar, dhe në 4 muaj izolim ti shikon që ato janë të rëna emocionalisht, janë të rëna financiarisht, edhe shikon një botë emocionale, mendore, psikologjike shumë të rrëzuar, kur në fund të ditës je siç kam qenë unë, shpesh e krahasoj veten në 2013 kur ka ardhur më kohë dhe kam thënë, wow, pas ka shpresë për mua, pas ka nëna si mua, e njëjta gjë sot me to. Ato kur shohin një figurë që është aty thjesht edhe një mesazh, ato janë më shumë se të gëzuar. Nuk e di çfarë fjale, nuk e di si ta përshkruaj atë impaktin që marr thjesht edhe kur dërgoj një mesazh, "Hey, si je, çfarë po bën sot?" Edhe besoj që është një bekim shumë i madh, edhe për ty vetë personalisht, jo vetëm për atë nën që e merr këtë mesazh. Un kam kuptuar sot pas shumë vitesh. Kam kuptuar një gjë që thjesht edhe një si je bën një ndryshim të madh. A mund dash me një histori që të ka mbetur në mendje? Përveç Verës që është edhe mikesha jote shumë e afërt dhe ju ndani gjatë gjithë kohës mirë tjetër, një histori tjetër për shembull. Më lejo mos ta them emrin e nënës? Nuk ka problem, pa emra. Thash 2020-21 pas pandemisë ka qenë një nga
një nga ato fazat që dhe mua më ka tronditur botkutimin tim në lidhje me situatat e këtyre nënave, edhe çka kalojnë. Edhe mbaj mend që më ka marrë kjo mama në telefon edhe më thot, a mund të pim një kafe? E I tham absolutisht po. Domethënë për mua ka qenë dhe një kohë që isha më e lirë. Edhe tani e gjej kohën, absolutisht, po atëherë kam qenë pak më e lirë. Edhe në bisedë sipër më thot, dua të ndaj diçka shumë personale me ty. I thash më thuaj, absolutisht jam këtu. Dhe më tregon se si gjatë kohës së pandemisë kishte tentuar 2 herë të vriste veten, një herë duke u mbytur në liçen, duke vajtur del tek liçeni, edhe duke menduar pastaj çfarë do ndodh me fëmijën tim nëse unë e bëj këtë veprim. Edhe herën e dytë ka qenë një moment kur ajo ka tentuar të dali para një makine dhe thot nuk e di, më doli një person nga hiçi, nuk kishte asnjë njeri në ato momente dhe më ka tërhequr. Ajo nuk më mban mend edhe më shumë se kaq për personin. Kur unë e ka dëgjuar sinqerisht, nuk kam arritur të them as të kuptoj. Për mua nocioni vetvrasje ishte I pa imagjinueshëm. Edhe kjo që ka qenë një nga ato historitë që po them më ka shkundur mua të parën. Në të njëjtën kohë kemi marrë vesh që kjo situatë ka qenë te grupi jon me 25 mama, asaj kohe ka qenë në 5-6 persona, në 5-6 mama, që gjatë pandemisë kanë tentuar të marrin jetën e tyre. Dhe nuk ka ndodhur. Edhe kjo ka qenë shkundja më e madhe gjatë dhe historia që më ka prekur. Aq më tepër fakti që tregon për këtë personin e shfaqur nga asgjëja, që unë mendoj që është perëndia. Në fakt, këto histori sado të rënda të jenë, prap kur mendon se si janë kthyer për mirë, të inkurajojnë edhe ta lehtësojnë, po prap mendja të ngelet që to nëna kanë aq shumë vështirësi sa u shkon në mendje edhe të marrin jetën e tyre. Duke pat parasysh pikërisht të histori, po edhe historitë e të gjitha nënave, sepse jam e sigurt që në një pikë në jetën e tyre secila e ka menduar. A mund të më japësh një mesazh për këto nëna? Do ta lidh prap, mua m'pëlqen të lidh një mesazh me një histori. Do më japësh vetëm 1 minutë kohë. Absolutisht. Kur kam qenë diku 15-17 vjeç, gjyshja ime që kam tezen, mami tezes, mami tim, në bisede si për thot, dua frym deri 1 sekond pasi mos të kemë vajzën e jetë, vajzën me nevojat veçante. Kur je 15-17 vjeç e merr si loj, më kjo nëna ç'a biseda është bën. Sinqerisht mendimi im ishte si, domethënë tezja është si zemër, ne jemi të gjithë këtu, domethënë të njëjtën shprehje kam dëgjuar nga një mami tjetër, më ka pikur në zemër. Por isha matura, isha më e madhe. Më ka pikur në zemër se kuptova se jeta e tyre është kaq e lidhur me fëmijët e tyre. Dhe ato nuk mendojnë vetëm ç'a do bëj sot, ç'a do mësoj sot, ç'a do haj sot. Ato mendojnë gjën më të frikshme. Çfarë do ndodhi me fëmijën tim nëse unë nuk jam më? Dhe është pyetje dhe unë e kam ndeshur shumë shpesh këtë pyetje në takimet e mia që kam pasur pikërisht. Domethënë dhe kjo është domethënë pyetja që sinqerisht kur e kam dëgjuar nga personi I dytë kam qartë direkte, nuk kam arritur. Mesazhi im në fakt nuk është direkte për nënat, është për shoqërinë. Sepse ato nëna në fund të ditës janë të forta, edhe unë shpeshherë them para atyre për ulam. Për forcën, për guximin, për gjithë atë që japin tek fëmijët e tyre, qoftë me nevoja të posaçme, qoftë fëmijët e dytë apo të tretë që mund të kenë. Mesazhi im është për shoqërinë. Ka nevojë vetëm për një fjalë dhe për pranim, asgjë më shumë. Asnjë gjë më shumë. Vetëm të dëgjohen, të pranohen dhe për atë fjalën si je. Po si je me zemër, jo si je, hajt më e pyeta unë dhe vazhdoj dita ime, e bëra pjesën time. Si je dhe pastaj dëgjimi. Dëgjimi është gjë më e madhe. Unë shpresoj dhe lutem Vali në fakt që ky mesazh të godas në disa vesh, të godas në disa zemra, edhe t'i shohim pak më me vëmendje njerëzit që kemi përreth, sepse jam shumë e sigurt që të gjithë kanë diku pranë një nën që vuan pikërisht nga këto gjëra, pra nga mos pranimi, sidomos kur bëhet fjalë për një fëmijë me nevoja të posaçme. Arta ta mbyllun?
Unë do doja që në radhë të parë ky mesazh të vejë në zemrat e kishave. Më fal që e them me shumë dhimbje, por do doja të vejë në mesazh në zemrat e pjesëtarëve të kishave, e drejtuesve të kishave, që të hapin dyert për këto nëna dhe për fëmijët e tyre. Ta janë të parët dhe janë në lutjet e mia çdo mëngjes. Absolutisht, edhe të gjithë do lutemi në fakt për këtë. Faleminderit. Mikesha të dashura, ka ardhur koha të ndahemi së bashku, siç e thash, shpresoj dhe lutem që këto që ndam sot me ju të godasin në zemra dhe të hapin dyer për pranimin e këtyre nënave dhe fëmijëve të tyre. Ju ftoj ta ndiqni këtë program në YouTube dhe ta ndani atë me të gjitha mikeshat tuaja. Mund ta gjeni atë në kanalin TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2026. Gjithashtu ne ju inkurajojmë të na dërgoni pyetjet dhe historitë tuaja apo edhe kërkesat për lutje përmes një letre në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, përmes një emaili në twralbania@gmail.com ose përmes një mesazhi në faqet tona në Facebook dhe Instagram, Shpresë për ty. Bashkë do të dëgjohemi në programin e ardhshëm me një histori shumë inkurajuese. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Ndoshët programin Shpresë për ty.